Përshëndetje gjithëve, jemi si çdo të diel këtu në Ekozon për t'u njohur me zhvillimet ekonomike të javës. Qeveria ka gati nismën për sigurimin e detyrueshëm nga tërmetet, një nisëm e cila në fakt është hedhur për diskutim prej kohësh, por që gjatë këtij muaji pritet të marrë formë ligjore duke u miratuar në qeveri. Pak në këtë premtim tha e bëri publike ministri i Financave zoti Petrit Malaj. Banka Europiane për Indërtim dhe Zhvillim në raportin e saj të fundit evidenton se dy janë rreziqet kryesore të ekonomisë shqiptare, që është plakja popullsisë dhe emigrimi, ndërsa sugjeron krijimin e vendeve të puna të qëndrueshme për të reduktuar sadopak apo për të amortizuar efektet e këtyre dy kërcënimeve. Qeveria prezantoi gjatë kësaj jave një platformë për të nxitur eksportet shqiptare. Export On do të jetë platforma që do të bëjë bashkë institucionet publike, por edhe ato private, për të vënë në fokus bizneset eksportuese me mbështetje, por edhe me asistencë. Programi i Bashkimit Evropian IPAR3, i cili ka qenë i bllokuar për më shumë se 2 vitesh, pritet të bëhet efektiv brenda vitit 2026, më saktë brenda shtatorit 2026. Kështu premtoi ministri i Financave zoti Petrit Malaj në një takim me fermer të zonës së Lushnjës. Qeveria miratoi gjithashtu gjatë kësaj jave ngritjen e kadastrës fiskale, çka do të thotë se të gjitha pasuritë e shqiptarëve do të grupohen në një platformë me karakteristikat përkatëse, që do të menaxhohen nga bashkitë me qëllimin e vetëm që të aplikohet siç duhet dhe të ofrohet barazi në taksimin e pasurisë së patundshme të shqiptarëve, që do të nisë aplikimin taksa e pasurisë pra në vitin 2028. Ndërkohë në emisionin e sotëm do të ndalemi tek një problematikë në fakt që ka bllokuar aktivitetin ekonomik të qindra bizneseve në vend, pasi në ditët dhe javët e fundit kemi patur një situatë ku sistemet teknologjike që ofrojnë shërbimet publike të qeverisë pra kanë qenë jashtë funksionit. Që nga viti 2022 në fakt, qeveria mori një kthes të fortë për të ofruar gati 90% të shërbimeve publike online me krijimin e platformës e-Albania. Sot që flasim, në shërbimet online që marrin qytetarët dhe bizneset janë gati 1247 të tilla, nga të cilat 417 janë shërbime biznesi dhe 830 janë shërbime për qytetarët. Por gjatë këtij muaji, veçanërisht në 2-3 javët e fundit, biznesi është hasur me një bllokim të procedurave në përditshmërinë e punës së tyre. Aleanca e profesionistëve të lirë ka evidentuar disa problematika dhe disa efekte të mos funksionimit të sistemit kryesor që kanë bizneset, që njihet me emrin self-care, dhe efektet e bllokimit të këtij sistemi për disa javë është ndërprerja e punës, vonesa në faturim dhe arkëtim, kemi rritje të riskut të gabimeve, kemi kosto shtesë operative, kemi ekspozim të mundshëm ndaj gjobave dhe penaliteteve, por njëkohësisht kemi dhe një dëmtim të besimit të procesit të fiskalizimit. Por edhe pse jemi përballë këtij realiteti, në fakt nuk kemi parë një sqarim apo një informim nga autoritetet lidhur me këtë situatë. Pse jemi në këtë situatë dhe kur do të zgjidhet problemi? Ndërkohë, ndër vite, qeveria ka rritur fondet e buxhetit të shtetit për të përmirësuar pra këto shërbime teknologjike që ofrohen, dhe sipas të dhënave rezulton se në vitin 2025 kemi gati rreth 20 miliard lekë investime që janë hedhur pra për të përmirësuar shërbimet digjitale. Por për sa i përket kësaj situate, a jemi përballë ndonjë gabimi njerëzor, apo kemi ndërtuar sisteme të brishta, apo kemi një dështim teknik? Për të gjithë këtë situatë ne do të analizojmë në emisionin e sotëm me bizneset e prekura, me ekspertët e IT-s për të na informuar më shumë lidhur me këtë problematik, por edhe me kontabilistët se çfarë rrezikojmë nëse kjo platformë nuk kthehet në funksion të plot. Por përpara se të analizojmë në studio me të ftuarit e mi, unë juftoj të ndiqni një material dhe rikthehemi në studio. Ky fillim viti duket se nuk ka nisur mbar sa i përket shërbimeve digjitale që ofron qeveria. Prej më shumë se 2 javësh, bizneset kanë hasur vështirësi në punën e tyre, pasi sistemi kryesor self-care nuk punon. Bllokimi i sistemit pa një sqarim nga autoritetet përkatëse ka sjellë amulli tek bizneset dhe pasiguri. Paralelisht, ky realitet ka edhe kosto për vonesat e krijuara në një sër hallkash të aktivitetit ekonomik. Ajo çka e bën këtë situatë edhe më problematike është mungesa e një sqarimi publik për atë se çfarë ka ndodhur dhe kur do të rregullohet. Bizneset dhe shoqatat e kontabilistëve dhe financierëve të pavarur kanë reaguar, por nuk kanë marrë një sqarim zyrtar. E gjithë kjo situatë vjen në një kohë kur u reklamua arritja teknologjike diella, ministri virtual I shtetit, si një qasje moderne e shërbimeve digjitale. Por në realitet sistemi ka krijuar ngërç.
A jemi përballë një gabimi njerëzor, sistemeve të brishta apo përballë një dështimi të proceseve teknike? Dhe në këtë pjesë të parë të emisionit, ne do të flasim pikërisht me komunitetin e biznesit për të na treguar historinë e tyre dhe eksperiencën e tyre të gjatë këtyre 2 javëve të fundit të këtij muaji lidhur me bllokimin e shërbimeve digjitale pra që ofron qeveria, dhe kam në studio zotin Ardian Sheu, që është sipërmarrës në fushën teknologjike që i kupton më së miri këto procese apo jo. Përshëndetje, faleminderit që je në Ekozon. Zoti Sheu, a mund të na thoni cila ka qenë eksperienca juaj e këtyre 2 javëve apo 3 javëve të fundit lidhur me platformat dhe sistemet që ndërveproni për aktivitetin tuaj ekonomik? Po, praktikisht javën e fundit ajo platforma self-care që shërben për fiskalizimin dhe për emetimin e gjithë faturave fiskale dhe që është bazë për funksionin normal të bizneseve tashmë në Shqipëri nuk ka funksionuar. Përpara ka pasur edhe disa probleme tjera, domethënë përpara kësaj jave, por që javën e fundit ka qenë plotësisht e bllokuar. Kjo natyrisht shkakton një seri problemesh, meqense aktiviteti i biznesit në Shqipëri tashmë është shumë i bazuar në transaksione digjitale dhe në operacione automatike. Do të thotë që biznesi rrjedh normalisht duke u bazuar në emetim faturash digjitale, në pranim faturave digjitale, në certifikata fiskalizimit, gjithë operacionet tjera, përfshirë dhe operacionet bankare, të cilat bazohen pra mbi këtë platformë. Dhe në momentin kur kjo platformë nuk funksionon, atëherë natyrisht që aktiviteti bllokohet. Zoti Sheu, kjo platformë nuk ka funksionuar fare apo ka funksionuar në mënyrë të ngadaltë? Kjo platformë javën e fundit nuk ka funksionuar fare. Ka qenë tërësisht e bllokuar. Pastaj përpara kësaj jave ka funksionuar me hope. Ka pas raste që kanë funksionuar, ka pas raste që nuk funksiononte. Por efekti më problematik është kur ajo nuk funksionon hiç. Dhe për pasojë ti nuk ke mundësi që të as të emetosh fatura, as të pranosh fatura, as të kryesh pagesa pastaj, dhe as të marrësh pagesa, sepse gjithë pagesat në gjithë bankat bëhen nga faturat. Po. Çfarë do të thotë kjo për biznesin tuaj? Pra sa penguese, sa frenuese, sa bllokuese është në biznesin tuaj dhe të gjithë kujt që... Natyrisht, ky është një problem uniform për gjithë bizneset, por kjo do thotë që ti nuk mund të ndërveprosh me partnerët e tu, nuk mund të ndërveprosh me furnitorët, nuk mund të ndërveprosh me klientët. Dhe për pasojë, domethënë, aktiviteti pezullohet për një kohë që kjo platformë nuk funksionon. Pra këto veprime dhe këto aksione nuk mund t'i kryesh në rrugë digjitale, siç supozohet që t'i kryesh. Kthimi mbrapsht në procedura manuale dhe në procedura bazuar në letër, le të themi me letër. Atëherë natyrisht nuk është gjë e mirë, sepse kjo që thua as nga ana e produktivitetit, as nga ana e sigurisë, as nga ana e eficiencës, të themi, nuk është një gjë që duhet bërë. Ne kemi qenë aty dhe kemi ardhur në struktura digjitale, për parim shumë i madh, tash nuk duhet të bëjmë hapa pas. Nuk duhet të bëjmë hapa pas. Megjithatë, zoti Sheu, kjo situatë është sporadike apo kemi të bëjmë me një situatë që na përsëritet në mënyrë të vazhdueshme në kohë të ndryshme? Çfarë keni konstatuar ju në punën tuaj? Kjo është një situatë që është agravuar këto javët e fundit, domethënë. Po, ka arritur kulmin tani me bllokimin total. Normalisht defekte ose ngecje? Defekte ka pasur edhe përpara, por defektet janë të pranueshme dhe të adresueshme. Por ajo problemi bëhet kritik në momentin kur ti pezullon komplet shërbimin. Dhe që të kthehemi në një kënd çik më të gjerë, domethënë, është që në përgjithësi Shqipëria bazohet shumë në transaksione digjitale. Pra ka pësuar një transformim digital që është shumë e mirë në vitet e fundit, duke u orientuar drejt operacioneve e-government edhe gjithë këto ndërveprimet edhe të qytetarëve, domethënë,
të zakonshme, jo vetëm nga pranë, nuk po flas vetëm për anën fiskale, por në përgjithësi në forma digjitale, të cilat janë jo vetëm moderne, por janë edhe të mira dhe të dobishme dhe të eficiente dhe kështu me radhë. Pra kjo është gjë e mirë. Problemi është që në momentin që shteti dhe infrastruktura e biznesit bazohet gjithmonë më shumë në transaksione dhe në mekanizma digital, atëherë këto bëhen gjithmonë më shumë të rëndësishme dhe natyrisht janë infrastrukturë kritike. Sot quhen infrastrukturë kritike dhe janë absolutisht kritike. Dhe sepse duhet të garantojnë 3 gjëra. Kjo infrastrukturë kritike digjitale e gjithë shtetit, ku përfshihet edhe biznesi brenda, që është një nga stakeholder, një nga ata aktorët, do të ketë tre tipare kryesore, domethënë, do të jetë funksionale, në radhë parë që ty të lejojë të realizosh ato qëllimin edhe aktivitetet e tua. Një, do të jetë e besueshme. E besueshme do të thotë që në çdo kohë që ti do që të aksesosh një shërbim caktuar, duhet ta kesh atë shërbim 24 orë në 24, prandaj është digjitale, dhe duhet të jetë e sigurt. Do të thotë që të jetë e mbrojtur të dhënat dhe transaksionet dhe të gjithë informacionet që kalon nëpër këto platforma, duhet të jetë i sigurt dhe i mbrojtur nga sulme kibernetike, nga humbje, rrjedhje të dhënave dhe kështu me radhë. Të tre këto faktorë duhet plotësohen në mënyrë që të kemi një funksionim digital të mirë dhe të rregullt të infrastrukturës të tëndishme. Në gjykimin tuaj, a çedojmë në këto 3 faktorë? Ne çedojmë fatkeqësisht në të treja apo në 3 faktorë. Vetëm në funksionalitet, apo në besim, apo ecin paralelisht ato? Të 3 ecin paralelisht si rregull, po ne më shumë faktet kanë treguar që kemi çeduar në faktorin e sigurisë, në faktorin e besimit. Fakti që e besueshmërisë. Fakti që kemi probleme teknike, se këto janë probleme teknike, me një platformë kritike të shtetit, pra kjo është ulje e besueshmërisë mbi këtë instrument operacional. Nga ana tjetër, gjithë i dim ato ngjarjet e mëpërparshme që lidhen me sigurinë e informacionit, domethënë në Shqipëri, me hakera, me kështu gjëra të cilat janë kritike dhe janë të rëndësishme dhe janë të jashtëzakonisht të dëmshme, domethënë gjithashtu. Dhe sidomos kur nuk lidhen vetëm me anën financiare ose instrumenta ekonomik, po me të gjithë informacionin e qytetarëve shqiptarë. Në fakt, shërbimet digjitale qeveria i ka konsideruar edhe si një prioritet kombëtar, le të themi. Vitin që lan pas dëgjuam edhe prezantimin e ministres virtuale të shtetit Djella, kemi fondet buxhetore që janë vënë në dispozicion për të përmirësuar pikërisht këto shërbime dhe për të bërë investimet e nevojshme që në vitin 2025 kanë arritur në gati 20 miliard lek. Në fakt, zoti Sheu, kemi ndërtuar sisteme të brishta, apo si kemi kanalizuar siç duhet fondet në procedura dhe në investimet e duhura, apo mund të jenë dhe gabime njerëzore që ndodhin se pas atyre butonave, le të themi, për të teknologjisë, ka gjithmonë njerëz nga pas, domethënë ku është problemi? Mendoj që e para qëllimi për të ngritur këtë infrastrukturë digjitale është qëllimi i mirë. Dhe është një trend modern dhe një trend i dobishëm dhe një tendencë që është në shumë vende të avancuara të botës. Pra, qëllimi është i mirë që të ngresh këtë infrastrukturë dhe të përmirësosh eficiencën. Hapi i dytë është buxhetimi, pra çdo gjë qëllim ka nevojë për buxhet që të realizohet. Dhe unë mendoj që gjithashtu dhe buxheti që ka qenë i disponueshëm në Shqipëri është shumë i mjaftueshëm për të realizuar funksione dhe sistemet që të jenë funksionale, të besueshme dhe të sigurta. Problemi që ndron ke menaxhimi njerëzor, mendoj. Pra mënyra si është menaxhuar procesi i digitalizimit dhe i transformimit digital. Kjo është një faktor, dhe që mënyra si janë realizuar proceset jo vetëm proceset administrative, por edhe proceset teknike që lidhen me këto sisteme. Pra, në radhë të parë,
projektimi dhe inxhinierimi i këtyre sistemeve kërkon disa aftësi specifike, domethënë në mënyrë që ato të bëhen të sigurta. Dhe që në arkitekturën e tyre siguria dhe besueshmëria të përfshihet dhe të jetë e pjesë e arkitekturës së këtyre sistemeve. Pra ky është një diskutim teknik. Hapi tjetër është që në momentin që e ndërton sistemin, do ta ndërtosh sistemin në mënyrë eficiente, me teknologjinë të avancuar dhe me struktura të cilat evitojnë probleme teknike si këto që po hasim. Këto quhen sisteme që nuk kanë single point of failure. Domethënë që sisteme që në rastin një pjesë e sistemit bën defekt, një pjesë tjetër e sistemit e zëvendëson atë dhe nga pikpamja e përdoruesit ajo nuk vihet re. Pra përdoruesit vazhdojnë të punojnë normalisht. Pra sistemet duhet të jenë redondante. Pra ky prapë është problem arkitektural dhe konceptimit se si bëhen këto. E treta pasaj është që kjo është shumë e rëndësishme, është sistemet dhe ky është i problemi i përgjithshëm në Shqipëri, që tu ndërtohen shumë gjëra dhe bëhen shumë gjëra që në fillim janë të mira, por pastaj nuk mirëmbahen, pra nuk kanë shërbime. Ose shërbimet nuk bëhen në mënyrën e dur. Se dhe mënyra se si bëhen kontratat e shërbimit dhe kërkesat për shërbimet. Prap dalim te faktori njerëzor. Faktori njerëzor, padyshim. Është shkaktari kryesor i gjithë kësaj situate, ose mendoni ju se është? Unë mendoj që faktori njerëzor dhe faktori organizativ është problemi që duhet adresuar. Dhe ajo që të bën më shumë përshtypje është që, okej, dakord, edhe nëse ka një defekt, edhe nëse ka një problematik, gjëra që mund të ndodhin janë. Puna është që këtu nuk ka një institucion që të dalë dhe të sqarojë dhe të informojë që kjo problematik do të zgjidhet për një javë, për 5 ditë dhe bizneset mund të jenë të orientuar. Pra ky komunikimi dhe ky dialogu mes institucioneve publike dhe biznesit, ky është edhe problem edhe më i madh. Dialogu është një gjë shumë e nevojshme dhe shumë e dobishme dhe që sjell rezultate si rregull. Megjithatë, informacioni zyrtar flas, jo që ka qarkulluar për këto lloj problemesh është shumë i pakët. Dhe i paqartë. Përpasoj, si thosh, dhe bizneset nuk dinë se si të reagojnë ose nuk dinë se çfarë të presin, domethënë dhe nuk dinë se si të krijojnë pasiguri pra. Krijojnë një pasiguri, eksakt. Dhe që po kjo është gjithashtu, si thosh, lidhet me faktorin njerëzor, sepse është mangësi organizative. Se në momentin që ndodh një gjë, një problem ose një diçka që është evident, domethënë atëre, si thua, të gjitha palët duhet të jenë të sinkronizuara për ta zgjidhur dhe me dëshirën për ta zgjidhur sa më shpejt. Thënë këtë, zoti Sheu, ju jeni të mendimit që situatat të tilla mund të na përsëriten sërish për të gjithë këto arsye që ju përmendet? Po nuk ndryshuan infrastrukturën e... Çfarë sugjeroni ju? Çfarë sugjerohet të bëhet, të përmirësohet? Në çfarë? E para të përmirësohet struktura organizative e Akshit. Me këtë Akshi është lojtari kryesor që merret me këto. Pra struktura dhe diagrama organizative e Akshit duhet të... Që në fakt si institucion tash është edhe është përfshirë nga disa hetime të prokurorisë. Ai është një faktor tjetër shtesë, po që mund të ketë ndikuar ndoshta edhe në këto ngërçe. Ndoshta edhe mund të ketë ndikuar ke njerëzit, individët, nuk e di. Por nga pikpamja strukturale duhet ndryshohet. Nga pikpamja e proceseve administrative që bëjnë brenda duhet të ndryshohen dhe duhet të krijohen protokolle. Si bëhen kontratat e mirëmbajtjes, si bëhen nuk mjafton të bësh copy-paste nga njëra ke tjetra. Por që do të adresohen ato lloj sistemesh, ato lloj procedurash, të cilat prodhojnë rezultate dhe garantojnë pastaj mirë funksionimin e gjithë sistemeve. Përsëris të flasim për sisteme që janë shumë kritike, nuk është se u prish televizori në shtëpi ose nuk po shohim film sot. Zoti Sheu, edhe një pyetje të fundit. A ishim gati për këtë revolucion digjital, le të themi? Apo koha ta imponon, zhvillimet teknologjike ta imponojnë që të shkojmë drejt këtyre shërbimeve, por të shkonim me shërbime funksionale, jo me shërbime që ngecin? Shiko. Unë mendoj që e para punës është koha që ta imponon. Se këto shërbime digjitale dhe ky transformim digital, ky quhet transformim digital, është shumë i nevojshëm dhe i dobishëm. A ishim gatshëm neve? Neve ndoshta nuk ishim 100% gatshëm.
të gatshëm në çfarë kuptimi? Në kuptimin e burimeve njerëzore, të legjislacionit dhe të gjitha këtyre me radhë. Por ishte gjë që duhet bërë. Pra, fakti që kjo është bërë është gjë e mirë. Unë nuk jam për opsionin që të bëjmë diçka të vogël që bëm pak. Unë jam për opsionin që të bëjmë diçka shumë të mirë. Por ama, kur do të bësh diçka shumë të mirë, duhet të mendohesh mirë dhe ta bësh ashtu siç duhet. Kur i hyn një procesi të tillë. Përpasoj, mirë është që synohen që objektivat janë të larta, por ato objektivat duhet të arrihen. E përsëris, ana financiare nuk ka munguar. Ana financiare nuk ka munguar, buxhetet nuk kanë munguar për të realizuar objektiva, kanë munguar njerëzit. Dhe këta njerëz duhet të krijohen, duhet të formohen. Nuk është dhe këtu është një element i asaj, a ishim gatshëm apo nuk ishim gatshëm, sepse që njerëzit të formohen duan kohë. Pra që njerëzit të formohen duhet të investosh edhe në universitete, edhe ke politeknik, edhe në krijimin e managerëve, në aftësitë menaxhuese të njerëzve, që menaxhojnë proceset edhe në shtet, se kur flasim manaxherë zakonisht i referohemi biznesit privat, po edhe në shtet manaxherë janë dhe manaxherët duhet jenë. Kështu që këto gjëra janë të gjitha të lidhura me njëra tjetrën dhe duhet ndjekur si një të tërë. Pra nuk mund të rregullosh gjë të vogël edhe pa ndryshuar dhe pa shku paralelisht në gjithë faktorët që ndikojnë te ky proces. Pra ne po shohim rezultatin sot, por që ta mitigojmë këtë rezultat, duhet të adresojmë një seri faktorësh që na sjellin te ky rezultat. Unë shpresoj që këto sistemet përmirësohen dhe të kthehen në funksion të plotë sa më shpejt dhe të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit juve. Nderuar miq, ne kemi një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi edhe në pjesën e dytë të emisionit për të folur për të njëjtën temë, vetëm pas pak.